Ende pas bardhur agimi, ajo la një shënim të dashur mbi tavolinë dhe doli në heshtje. Në punë gjithçka dukej njësoj, derisa përshpëritjet, shikimet e shmangura dhe një lajm shpërthyes në të ndryshuan gjithçka. Si mund të jetë në dy vende njëkohësisht, përshpëriti ajo, me duar që i dridheshin dhe zemrën që i rrite fort. Dhe pikërisht atë çast kuptoi, ndoshta ishte e vetmja dëshmitare që mund të shpëtonte një njeri të pafajshëm, ose të shtypej nga heshtja e të fuqishmëve. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Agimi në Tiranë ende mbante të ftohtin e lagësht të qershorit kur Mirlinda u zgjua. Ora e alarmit ende nuk kishte rënë, por trupi i saj e njihte tashmë atë rutinë prej kaq shumë vitesh. 5:30 e mëngjesit, gjithmonë e njëjta orë. Ajo u ngrit ngadalë, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë për të mos zgjuar nënën e saj, teta Sanien, e cila flinte në dhomën ngjitur. Apartamenti i vogël në lagjen Ali Demi ishte i thjeshtë, por ishte i tyre. Çdo mobilje aty kishte një histori, çdo shenjë në mur ruante një kujtim. Mirlinda përgatiti kafen ndërsa dëgjonte lajmet në radion e vjetër të kuzhinës. Zëri i folësit kumbonte nëpër muret e ngushta, duke folur për trafikun, parashikimin e motit, politikën. Asgjë që të kishte vërtet rëndësi për të në atë moment. Mendja e saj ishte diku tjetër, në atë vilë të madhe në blok ku punonte prej më shumë se një viti. Shtëpia e Zotit Altin Berisha, një biznesmen i njohur, pronar i një rjeti kompanish që punsonte mira njerëz. Një burr që ajo e shihte çdo ditë, por që mezi ja dinte emrin e plot. Ajo piu kafe në hall, kontrolloi nëse nëna e saj i kishte të gjitha ilaçet të ndara për ditën, la një shënim të dashur mbi tavolinë dhe doli. Autobusi ishte plot si gjithmonë. Mirlinda mbante fort çantën, duke u balancuar mes shtyrjeve dhe frenimeve të befta. Shikonte nga dritarja e avulluar rrugët ende të përgjumura të Tiranës, duke menduar se si jeta e kaq shumë njerëzve ishte e ngjashme me të sajën. Të zgjohesh herët, të punosh gjithë ditën, të kthehesh e lodhur, të flesh dhe të rinisësh. Një cikël që dukej se nuk kishte fund. Arriti në vilë pak para orës 7 të mëngjesit. Rojet e sigurisë në port e njihnin tashmë, e përshëndetën nga larg. Ajo hyri nga dera e shërbimit, si gjithmonë, u ndërrua në dhomën e vogël të zhveshjes dhe veshi uniformën bezh që përdorte çdo ditë. Shtëpia ishte e pamas, me 3 kate, pishin, kopsht të madh dhe një garazh që nxinte 6 makina. Mirlinda fillonte gjithmonë nga kuzhina, pastaj ngjitej në dhoma, pastronte banjat, lante dyshemen e sallonit të madh plot me piktura të shtrenjta dhe mobilje që vlenin më shumë se sa fitonte ajo në një vit të tërë. Por atë mëngjes diçka ishte ndryshe. Kishte një tension në ajër që ajo nuk arrinte ta identifikonte. Rojet përshpërisnin mes tyre, shoferi i Zotit Altin qëndronte në garazh me celularin ngjitur në vesh, me një shprehje të mbyllur. Mirlinda vazhdoi të punonte, por me ndjenjen se diçka e keqe ishte gati të ndodhte. Ishte vetëm në mes të mëngjesit, kur po pastronte zyrën në katin e dytë, që dëgjoi televizorin e ndezur në sallon. Kurioztare, zbriti dhe pa lajmin që po shpërthente në të gjitha kanalet. Fytyra e Zotit Altin zinte të gjithë ekranin. Titujt ishin agresiv, akuzues. Ai akuzoi se kishte urdhëruar një incident të rënd kundër një biznesmeni rival. Thoshin se ai kishte dërguar njerëz për të rrahur burrin për të fituar përparësi në kontrata milionere. Media shfaqte pamje të tij duke hyrë në një komisariat policie, i rrethuar nga avokat, me fytyrën të tensionuar dhe sytë e lodhur. Mirlinda ndjeu një shtrëngim në zemër. Ajo nuk e njihte Zotin Altin me të vërtetë, kur nuk kishin biseduar për te një mirëmëngjes apo mirëdita. Por ajo e shihte çdo ditë. Shihte mënyrën se si ai trajtonte punonjësit me respekt, se si i paguante rrogat gjithmonë në kohë, se si shqetësoi kur dikush nga stafi sëmurej. Kjo nuk kishte kuptim për të. Nuk dukej si lloji i gjës që ai do të bënte. Javët në vijim ishin një ferë. Media ngriti kamp para vilës. Reporterët përpiqeshin të intervistonin çdo që dilte apo hynte. Mirlindës i duhej të kalonte pranë tyre çdo ditë, duke ulur kokën, duke bërë sikur nuk i dëgjonte pyetjet ndërhyrëse. Zoti Altin u pezullua nga kompanitë që drejtonte. Aksionerët kërkuan dorëheqjen e tij. Klientët anuluan kontratat. Opinioni publik e dënoi para se të kishte një gjykim. Komentatorët televiziv e quanin me emra të tmerrshëm, analizonin çdo foto të tij të vjetër sikur të ishin prova faji.
brenda vilës gjithçka ndryshoi. Familja e Zotit Altin u mbyll në vetvete. Gruaja e tij, Teuta, një grua elegante që gjithmonë kishte një buzëqeshje të sjellshme, tani ecte nëpër korridore me fytyrën e shenjuar nga shqetësimi. Dy fëmijët e çiftit, Arditi dhe Besa, student të rinj universitar, mezi dilnin nga dhomat e tyre. Atmosfera ishte e rëndë, mbytëse. Mirlinda vazhdonte të punonte në heshtje, por sytë e saj vëzhgonin gjithçka. Ajo gjithmonë kishte qenë kështu, diskrete, pothuajse e padukshme. Njerëzit flisnin para saj sikur ajo të mos ishte aty. Dëgjonte biseda telefonike, diskutonin çështje të rëndësishme, ziheshin, qanin. Dhe Mirlinda ishte gjithmonë aty pranë, duke pastruar, duke rregulluar, duke ekzistuar në atë hapësirë pa qenë vërtet pjesë e saj. Kështu ajo filloi të vinte re gjëra të çuditshme. Detaje të vogla që askush tjetër nuk dukej se i perceptonte. 3 ditë para incidentit që përfshiu biznesmenin rival, Mirlinda kishte parë një teknik duke kontrolluar kamerat e sigurisë së vilës. Ai tha se po bënte një mirëmbajtje rutinë, por Mirlindës ju duke çuditshme sepse askush nuk e kishte njoftuar. Burri ishte i ri, nervoz dhe u largua shpejt pasi preku pajisjet. Të nesërmen, kur Mirlinda arriti në mëngjes, vuri re se ora e regjistrimit të hyrjes te dera e shërbimit ishte e fikur. Kjo nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Ajo ja përmendi Xhaferit, shoferit më të vjetër, por ai thjesht ngriti supet, duke thënë se duhet të ishte problem me energjinë elektrike. Dhe pastaj erdhi ajo natë. Nata kur thoshin se Zoti Altin ishte në një magazin në anën tjetër të qytetit, duke urdhëruar njerëz të bënin diçka të tmerrshme me biznesmenin rival. Mirlinda e mbante mend në mënyrë perfekte atë natë, sepse kishte qëndruar deri vonë, duke ndihmuar me përgatitjet e një darke të rëndësishme që familja do të jepte të nesërmen. Ajo e kishte parë Zotin Altin të arrinte në shtëpi rreth orës 9 të mbrëmjes. Ai ishte i raskapitur, me kravatën e liruar, xhaketën e hedhur mbi sup e përshëndeti Mirlindën me një tundje koke të lodhur, hyri në kuzhinë, mori një pjatë me ushqim që kuzhinierja e kishte lënë më njanë dhe u ngjit në dhomën e tij. Mirlinda dëgjoi zhurmën e hapave të tij të rënë në korridor, kërcitjen e derës së dhomës që mbyllej. Si mund të ishte ai në 2 vende në të njëjtën kohë? Ishte e pamundur. Magazina ku thoshin se ndodhi incidenti ishte më shumë se 40 kilometra larg. Edhe me trafikun më të qetë të natës, do të ishte e pamundur që ai të ishte atje në atë orë dhe të arrinte në shtëpi në momentin që arriti. Mirlinda mendoi t'ia tregonte këtë dikujt, por kujt? Kush do ta besonte atë? Ajo ishte vetëm një pastruese. Fjala e saj kundër asaj të biznesmenëve të fuqishëm, avokatëve të shtrenjtë, dëshmitarëve që thoshin se e kishin parë Zotin Altin në magazinën në fjalë. Ajo vendosi të qëndronte e qetë, të vazhdonte jetën e saj, të kujdesej për nënën, të punonte në heshtje. Por gjërat u përkeqësuan. Avokati i Zotit Altin, një burr i quajtur Besnik Vlora, i famshëm për moshumbjen e asnjë rasti, u zhduk. Thjesht u zhduk. Familja u dëshpërua. E telefononin vazhdimisht, i dërgonin mesazhe, e kërkonin kudo. Zyra e tij thoshte se nuk dinte ku ishte. Në ditën e seancës paraprake, kur Zoti Altin kishte më shumë nevojë për të, avokati nuk u shfaq. Mirlinda e ndoqi nga televizori në dhomën e pushimit të punonjësve. Gjykata ishte plot. Gazetarët shtyeshin, kamerat zinin çdo hapësirë të lirë. Zoti Altin hyri i shoqëruar, me pranga në kyçe, me kokën lart, por me sy të zbrazët. Pranë tij duhej të ishte Besniku, avokati të cilit të gjithë i besonin. Por ai nuk ishte aty. Gjykatësi, një burr në moshë të mesme i quajtur Artan Hoxha, pyeti për mungesën e mbrojtësit. Prokuroria Valbona Costa, një grua e prerë dhe e vendosur, shfrytëzoi rastin për të lënë të kuptohet se as avokati i tij nuk donte të mbronte një njeri si ai. Media gëlltiti çdo fjalë. Komentet në rrjetet sociale shpërthyen. Ishte një poshtërim publik i drejt për drejt. Mirlinda ndjeu diçka të shtrëngohej brenda gjoksit të saj. Ajo shikoi ekranin dhe pa fytyrën e Zotit Altin. Pa mënyrën se si ai shtrëngonte buzët, duke u përpjekur të ruante qetësinë ndërsa e gjithë bota e gjykonte. Dhe ajo mendoi për nënën e saj, teta Sanien, e cila gjithmonë thoshte se heshtja e të mirëve është ajo që lejon padrejtësitë të ndodhin. Atë natë, Mirlinda mezi fjeti. Rrotulloi në shtrat duke menduar, duke peshuar. Nëse do të fliste, jeta e saj do të ndryshonte përgjithmonë.
Njerëzit e fuqishëm që ishin në anën tjetër sigurisht që nuk do t'u pëlqente. Ajo mund të humbiste punën, të pësonte hakmarrje, të vinte në rrezik nënën e saj. Por nëse nuk fliste, një njeri i pafajshëm mund të paguante për diçka që nuk e kishte bërë. Dhe ajo e dinte të vërtetën. Ajo ishte aty. Ajo pa. Të nesërmen në mëngjes, Mirlinda u zgjua me një vendim të marrë. Ajo mori autobusin më herët, por këtë herë nuk shkoi në vil. Shkoi drejt në gjykatën e krimeve të rënda. Radhë ishte e gjatë, plot me avokat të nxituar, familjar të ankthshëm, kureshtar që donin të ndiqnin gjykime të famshme. Mirlinda priti me orë të tëra derisa arriti të fliste me Dig. Kur më në fund u prit nga një punonjëse e gjykatës, ajo tha se kishte informacione të rëndësishme për rastin e biznesmenit Altin Berisha. Punonjësja, një grua e lodhur e quajtur Fatime, e shikoi Mirlindën me dyshim. E pyeti kush ishte, çfarë donte, pse ishte vonuar kaq shumë për t'u shfaqur. Mirlinda shpjegoi se ishte punonjëse e shtëpisë, se ishte aty natën e incidentit, se kishte parë gjëra që nuk kishin kuptim. Fatimja shënoi gjithçka dhe tha se do t'ia kalonte ekipit të gjykatësit. Mirlinda u kthye në shtëpi duke menduar se asgjë nuk do të ndodhte. Se përpjekja e saj do të injorohej, se një grua si ajo nuk kishte zënë atë botë të njerëzve të fuqishëm. Por ajo e kishte gabim. 3 ditë më vonë, mori një telefonat. Ishte nga zyra e gjykatësit Artan Hoxha. Ata donin të bisedonin me të. Donin të dëgjonin çfarë kishte për të thënë. Caktuan një takim privat, larg kamerave, larg medias. Mirlinda shkoi. U ul në një dhomë të vogël të gjykatës, me duart e djersitura, zemrën që i rrite fort. Gjykatësi ishte aty, së bashku me 2 oficerë dhe një sekretare. Ai i kërkoi të tregonte gjithçka, që nga fillimi, pa u nxituar. Dhe Mirlinda tregoi. Foli për teknikun e çuditshëm, orën e fikur të regjistrimit, natën kur pa zotin Altin të arrinte në shtëpi pikërisht në orën kur thoshin se ai ishte në magazin. Foli për çdo detaj që kishte ruajtur në kujtesë. Gjykatësi dëgjoi gjithçka në heshtje, duke mbajtur shënime. Kur ajo mbaroi, ai e pyeti nëse ishte absolutisht e sigurt për atë që po thoshte, nëse e kuptonte seriozitetin e kësaj, nëse ishte e përgatitur ta përsëriste gjithçka në gjykatë të hapur. Mirlinda ndjeu peshën e atyre fjalëve. Por u përgjigj po. Se ishte gati. Se nuk mund të qëndronte e heshtur. Gjykatësi atëherë mori një vendim. Ai do të caktonte një seancë të re dhe Mirlinda do të thirrej si dëshmitare. Por e paralajmëroi se kjo nuk do të ishte e lehtë. Se do të pyetej, do të vijej në presion, ndoshta edhe do të sulmohej. Se duhej të përgatitej që jeta e saj të ekspozohej. Mirlinda doli nga ajo dhomë duke u dridhur. Telefonoi nënën e saj dhe i tregoi gjithçka. Teta Sanie qëndroi në heshtje për sekonda të gjata para se të fliste. Tha se kishte frikë, se njerëzit e mëdhenj mund të ishin të rrezikshëm, por nëse e bia ishte e sigurt se po bënte gjën e duhur, ajo do ta mbështeste. Gjithmonë. Lajmi u përhap para seancës. Media zbuloi se një punonjëse e shtëpisë së zotit Altin do të dëgjohej si dëshmitare. Reporterët ju vun pas Mirlindës. Ngritën kamp para pallatit ku ajo jetonte. Përpiqeshin ta intervistonin kur dilte për në punë. Mirlinda nuk fliste asgjë, vetëm ulte kokën dhe vazhdonte përpara. Në rrjetet sociale filluan komentet. Disa thoshin se ajo ishte trime, të tjerë se ishte një oportuniste që përpiqej të dilte në pa. Kishte nga ata që spekulonin se ajo kishte një lidhje me shefin, se po paguaj për të gënjur, se ishte shumë naive për të kuptuar çfarë po bënte. Mirlinda i lexonte të gjitha këto dhe i përzihej në stomak. Por nuk do të tërhiqej. Ajo kishte dhënë fjalën e saj. Në ditën e seancës së re, gjykata ishte edhe më e mbushur se më parë. Të gjithë donin të shihnin pastruesen që guxoi të sfidonte një akuzë që dukej kaq e fortë. Mirlinda hyri nga dera anësore, e shoqëruar nga rojet e sigurisë. Kishte veshur rroba të thjeshta, por të pastra dhe të hekurosura. Flokët të mbledhur topuz, duart që i dridheshin lehtë. Kur hyri në sallë, të gjithë syt u kthyen nga ajo. Ishte një det fytyrash të panjohura, kamera, mikrofona, avokat me kostume të shtrenjta, gazetar me bloqe shënimesh. Dhe në qendër të gjithçkaje, zoti Altin, i cili e shikoi me një shprehje që ajo nuk arriti ta deshifronte. Befasi? Mirënjohje? Frikë?
Gjykatësi Artan Hoxha goditi Çekiçin duke kërkuar rregull. Salla ra në heshtje. Ai pastaj thiri Mirlindën për të dëshmuar. Ajo eci drejt karrigës së rezervuar për dëshmitarët, u ul, rregulloi nervozisht fundin. U betua të thoshte të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Prokuroria Valbona Costa ishte e para që bëri pyetje. Zëri i saj ishte i ashpër, therrës. E pyeti sa kohë kishte që Mirlinda punonte në shtëpi, sa fitonte, nëse kishte ndonjë lloj marrëdhënieje të veçantë me punëdhënësin. Mirlinda u përgjigj gjithçkaje me qetësi, edhe pse ndjente faqet t'i digjeshin nga turpi që duhej të ekspozonte jetën e saj në atë mënyrë. Pastaj erdhi pyetja kyçe. Prokuroria e pyeti Mirlindën nëse ishte absolutisht e sigurt se zoti Altin ishte në shtëpi natën e incidentit. Mirlinda mori frym thellë dhe tha po, ishte e sigurt. Se e kishte parë të arrinte, se e kishte shënuar mendërisht orën sepse po shikonte orën për të ditur kur mund të largohej. Se ishte ora 9:15 e mbrëmjes kur ai hyri nga dera e kuzhinës. Prokuroria u përpoq ta diskreditonte. E pyeti si mund të ishte kaq e sigurt, nëse nuk ishte e mundur që të ngatëronte datat, nëse nuk mund të ishte gabim. Mirlinda qëndroi e palëkundur. Tha se ishte e sigurt sepse atë javë kishte ndodhur diçka e shënuar për vjetori i vdekjes së babait të saj dhe ajo i mbante mend çdo detaj të atyre ditëve. Ishte atëherë që ajo përmendi gjërat e çuditshme që kishte vënë re. Teknikun që u shfaq pa paralajmërim, orën e fikur të regjistrimit, një ndjenjë të përgjithshme se diçka nuk ishte në rregull. E gjithë salla dukej se mbajti frymën. Avokati i përkohshëm i zotit Altin, një burr më i ri dhe më pak me përvojë që kishte marrë çështjen pas zhdukjes së besnikut, kërkoi fjalën. E pyeti Mirlindën nëse kishte ndonjë provë për atë që po thoshte. Ajo u përgjigj se kishte regjistrin e orëve të punonjësve të tjerë të asaj jave që tregonte mospërputhjet. Se kishte fotografi që kishte bërë me celularin e saj të disa gjërave që ishin dukur të çuditshme në shtëpi, si shenja në kutinë e siguresave që nuk ekzistonin më parë. Gjykatësi kërkoi që këto prova të paraqiteshin zyrtarisht. Caktoi një datë të re për analizën teknike të gjithçkaje. Seanca u pezullua në atë moment, por dëmi tashmë ishte bërë. Rrëfimi i përsosur i akuzës kishte çarje. Dhe gjithçka për shkak të një gruaje që askush nuk e kishte konsideruar të rëndësishme. Kur Mirlinda doli nga gjykata, u rrethua nga 10 reporter. Pyetjet vinin nga të gjitha anët, blicet e kamerave i averbonin sy. Ajo nuk u përgjigj asgjë, vetëm eci drejt stacionit të autobusit, e shoqëruar nga rojet e sigurisë së gjykatës. Atë natë, përsëri në apartamentin e vogël në lagjen Ali Demi, Mirlinda u ul në divan pranë nënës së saj. Teta Sanie i mbajti dorën dhe i tha se ishte krenare. Se të bëje gjën e duhur nuk ishte kurrë e lehtë, por ishte gjithmonë e nevojshme. Mirlinda mbështeti kokën në shpatullën e nënës dhe më në fund la lotët të rridhnin. Lot frike, lehtësimi, shpresë. Ajo nuk e dinte ende, por jeta e saj nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Ajo që filloi si një dëshmi e thjesht do të shndërrohej në diçka shumë më të madhe. Sepse pas asaj akuze kundër zotit Altin, ekzistonte një rrjet gënjeshtrash, interesash financiare, njerëz të gatshëm të bënin gjithçka për të shkatëruar një njeri dhe për të zënë vendin e tij. Dhe Mirlinda, pa dashje, sapo ishte vendosur në qendër të kësaj lufte. Një luftë mes të fuqishmëve, ku ajo ishte vetëm një pjesë e vogël, por që kishte në duart e saj informacione që mund të ndryshonin gjithçka. Dhe ndërsa ajo përpiqej të flinte atë natë, pa mundur të largonte mendimet për atë që do të vinte, diku tjetër në qytet, njerëz shumë të rëndësishëm merrnin lajmin e dëshmisë së saj. Dhe nuk ishin as pak të lumtur. Takime sekrete po ndodhnin, telefonata po bëheshin, planet po rishikoheshin. Sepse nëse ajo pastruese vërtet kishte prova për atë që thoshte, i gjithë skenari i ndërtuar me kujdes mund të shembej. Dhe ata nuk do ta lejonin këtë të ndodhte pa luftuar. Ditët pas dëshmisë ishin më të vështirat në jetën e Mirlindës. Ndjesia se po vëzhgohej e shoqëronte kudo. Në autobus shikonte vazhdimisht pas, duke menduar se dikush po e ndiqte. Në rrugë, çdo makinë që kalonte ngadalë ia përshpejtonte rrahjet e zemrës. Në pallatin ku jetonte, ngjiste shkallët duke shikuar mbi supë, me frikën se mos gjente dikë që e priste. Dhe nuk ishte paranoj. Kërcënimet filluan ditën e tretë pas seancës. Mesazhe anonime në celular. I pari thoshte vetëm të kishte kujdes se po ngatërohej me njerëz të rrezikshëm.
Mirlinda ndjeu gjakun t'i ngri, por u përpoq ta injoronte. Bllokoi numrin. Por erdhen mesazhe të tjera nga numra të ndryshëm. Thoshin se po bënte një gabim, se duhej të tërhiqej, se askush nuk do të besonte një pastruese të thjesht kundër biznesmenëve të respektuar. Më i frikshmi erdhi në një agim. Ishte një foto. Një foto e nënës së saj, teta Sanijes, duke dalë nga farmacia afër shtëpisë. Imazhi ishte bërë nga larg, por ishte e pamundur të mos e njihje. Bashkë me foton, një mesazh, njerëzit që futen aty ku nuk u takon, ndonjëherë vënë në rrezik ata që duan. Mirlinda nuk fjeti atë natë. Qëndroi ulur në shtrat duke përqafuar gjunjët, duke menduar se çfarë të bënte. Për herë të parë, mendoi të hiqte dorë. Të kthehej në gjykatë dhe të thoshte se ishte ngatëruar, se nuk ishte e sigurt për asgjë. Do të ishte më e lehtë. Më e sigurt. Por kur dielli lindi dhe ajo shikoi nënën duke fjetur e qetë në dhomën ngjitur, e dinte se nuk mund ta bënte këtë. Nuk mund të lejonte që njerëzit e këqij të fitonin duke përdorur frikën. Në punë, atmosfera kishte ndryshuar plotësisht. Vila e Zotit Altin ishte më e heshtur se kurrë. Teuta, gruaja e tij, e trajtonte Mirlindën me një përzierje mirënjohjeje dhe shqetësimi. Ajo e falenderonte për atë që Mirlinda kishte bërë, por gjithashtu kishte frikë se çfarë mund të nënkuptonte kjo. Fëmijët e çiftit, Arditi dhe Besa, shmangnin ta shikonin Mirlindën, sikur nuk dinin si të reagonin. Ishte Xhaferi, shoferi më i vjetër, ai që nisi bisedën me Mirlindën një pasdite. Ata ishin në garazh, ajo po ruante materialet e pastrimit, ai po lante një nga makinat. Ke qenë trime, vajzë, tha ai, pa e shikuar drejt për drejt. Por trimëria ndonjëherë vjen me një çmim të lartë. Je gati ta paguash? Mirlinda ndaloi atë që po bënte dhe shikoi burrin më të moshuar. Xhaferi kishte punuar për familjen Berisha për më shumë se 20 vjet. E njihte atë shtëpi më mirë se kushdo. Unë vetëm thash të vërtetën, u përgjigj ajo me zë të ulët. Nuk mund të rri e heshtur duke parë një padrejtësi të ndodhë. Xhaferi tundi kokën ngadalë. E vërteta është një gjë e rrezikshme, Mirlinda. Ka njerëz që preferojnë të jetojnë në gënjeshtrën e rehatshme sesa të përballen me një të vërtetë të papërshtatshme. Dhe këtyre njerëzve nuk u pëlqen kur dikush shfaqet për t'u aprishur planet. Mirlinda ndjeu një të dridhur. A dini gjë ju, zoti Xhafer? Shoferi qëndroi në heshtje për disa sekonda para se të përgjigjej. Di që ka shumë gjëra të gabuara në gjithë këtë histori. Di që zoti Altin nuk është shenjtor, por gjithashtu di që ai nuk do ta bënte atë për të cilën akuzohet. Punoi për të prej 2 dekadash, vajzë. E njoh karakterin e atij njeriu. Dhe di ta dalloj kur dikujt po i ngrihet një kurth. Kurth? Nga kush? Xhaferi shikoi përreth, duke u siguruar se askush tjetër nuk ishte afër. Ka një biznesmen, konkurrent i zotit Altin. Një burr i quajtur Genci Basha. Ai ka humbur kontrata milionere vitet e fundit, kontrata që shkuan te kompanitë e zotit. Thonë se ai është betuar të hakmerret. Mirlinda e përthithi atë informacion. Pra, ju mendoni se ky Genci qëndron pas gjithçkaje? Nuk di asgjë me siguri, u përgjigj shoferi. Por di që ditë para se gjithë kjo të shpërthente, pash një makinë të parkuar këtu përballë disa herë. Një makinë e zezë me xhama të errët. Shoferi qëndronte aty, vetëm vëzhgonte. Mu duke çuditshme atëherë, por nuk i dhash shumë rëndësi. Tani, duke menduar më mirë, mendoj se po vëzhgonin shtëpinë, po studionin rutinën e të gjithëve. A ja keni treguar këtë dikujt? Xhaferi tundi kokën. Kujt t'ja tregoja, vajzë? Kush do të më dëgjonte? Unë jam vetëm një shofer. Ashtu si ti je vetëm një pastruese. Dallimi është se ti pate guximin të flasësh gjithsesi. Fjalët e shoferit i mbetën në kokë Mirlindës për ditë të tëra. Ajo filloi t'i kushtonte edhe më shumë vëmendje gjithçkaje rreth saj. Dhe kështu vuri re makinën. Një makinë e zezë e parkuar në anën tjetër të rrugës së pallatit ku jetonte. E pa për herë të parë një të enjte në mëngjes kur doli për të marrë autobusin. Makina ishte aty me motorin e fikur, shoferi i ulur i palvizshëm pas timonit. Ajo ndjeu shikimin e tij që e ndiqte ndërsa ecte drejt stacionit. Të nesërmen, makina ishte aty përsëri. Dhe ditën tjetër.
Dhe tjetrën. Gjithmonë e njëjta makinë, gjithmonë i njëjti burr. Një burr me fytyrë pa shprehje, që nuk bënte gjë tjetër veç se vëzhgonte. Mirlinda telefonoi gjykatën. Foli me një sekretare, i shpjegoi çfarë po ndodhte. Gruaja tha se do të shënonte gjithçka dhe do t'ia kalonte gjykatësit. 2 ditë më vonë, Mirlinda mori një telefonat nga zyra e gjykatësit Artan Hoxha. Ai ishte i shqetësuar për sigurinë e saj dhe kishte urdhëruar që një polic ta shoqëronte, të paktën derisa të mbaronte gjykimi. Polici i caktuar quhej Reshter Leka. Një burr rreth të 40-tave, serioz por i sjellshëm. Ai i shpjegoi Mirlindës se do të ishte vigjilent, se ajo duhej ta telefononte nëse ndodhte diçka e çuditshme. I dha numrin e tij personal dhe i tha të mos hezitonte ta përdorte. Prania e Reshter Lekës solli pak lehtësim, por gjithashtu e bëri gjithçka më reale. Mirlinda nuk po imagjinonte gjëra. Rreziku ishte real. Kërcënimet ishin reale. Dhe ajo ishte në qendër të diçkaje shumë më të madhe se sa e imagjinonte. Ndërkohë, në gjykatë, gjërat lëviznin ngadalë por vazhdimisht. Një analist financiar i prokurorisë, një burr diskret i quajtur Petrit Rejka, por i shikonte dokumentet e rastit. Petriti njihej si meticulos, si dikush që nuk linte asnjë detaj t'i shpëtonte. Dhe pikërisht kjo e çoi të gjente diçka të çuditshme. Ai po analizonte transfertat bankare të një kompanie fantazmë kur vuri re një model. Depozita të bëra pikërisht një javë para incidentit që përfshiu biznesmenin rival. Shuma të larta që vinin nga llogari jashtë vendit, të shpërndara të disa persona të ndryshëm. Petriti i kryqëzoi këto informacione me regjistrimet e një hoteli në Durrës. Dhe zbuloi diçka befasuese. Biznesmeni që thoshte se ishte rrahur rënd, ai që supozohej të ishte i lënduar dhe i traumatizuar, ishte regjistruar në këtë hotel në të njëjtën ditë të incidentit të supozuar. Kamerat e hotelit e tregonin atë duke hyrë pa asnjë plagë të dukshme, duke i buzëqeshur recepcionistes, duke mbajtur valixhen e tij vetë. Si mundet dikush që kishte kaluar një situatë të dhunshme si ajo e përshkruar të ishte kaq mirë vetëm disa orë më vonë? Petrit Rejka ia çoi këto zbulime prokurores Valbona Costa. Ajo qëndroi në heshtje për minuta të gjata, duke shikuar dokumentet, duke procesuar atë që kjo nënkuptonte. Një pjesë e saj nuk donte të besonte. Rasti dukej kaq i fortë, kaq i qartë. Por numrat nuk gënjenin. Dhe pamjet e hotelit gjithashtu jo. Prokuroria mori një vendim të vështirë. Ajo do të kërkonte një hetim paralel. Jo për të mbrojtur zotin Altin, por për të zbuluar të vërtetën, sido që të ishte ajo. Sepse mbi të gjitha, ajo ishte një grua e ligjit. Dhe ligji duhej të ishte i drejtë, jo vetëm efikas. Ishte në këtë moment që Mirlinda mori një vizitë të papritur. Petrit Rejka e kërkoi. Ata u takuan në një kafe të vogël afër gjykatës, larg syve kureshtar. Analisti i shpjegoi çfarë kishte zbuluar dhe e pyeti nëse Mirlinda i kishte ruajtur fotografitë që përmendi në seancë. Ajo tha po, se i kishte të gjitha të ruajtura në një USB që e fshite në shtëpi. Petriti kërkoi t'i shite. Mirlinda hezitoi, por diçka në shikimin serioz të atij burri e bëri të besonte. Ajo premtoi t'i sillte të gjitha të nesërmen. Atë natë, Mirlinda arriti në shtëpi dhe shkoi drejt e të kërkonte USB-n. Ishte fshehur brenda një kutie të vjetër këpucësh në fund të dollapit. Ajo e lidhi me kompjuterin e vjetër që kishte dhe rishikoi të gjitha fotot që kishte bërë. Kutia e siguresave me shenja të çuditshme. Ora e fikur e regjistrimit. Shënime që kishte bërë për ditët kur u shfaq tekniku në fjalë. Gjithçka ishte aty. Ajo gjithashtu kishte ruajtur diçka që as nuk e kishte përmendur ende. Në një nga ato ditë të çuditshme, kishte gjetur një kartë vizitë të rënë në dyshemen e zyrës. Një kartë e thjeshtë, pa emër kompanie, vetëm një numër telefoni. Në atë kohë, mendoi se ishte pleh dhe gati e hodhi. Por diçka e bëri ta ruante. Tani, duke e parë përsëri atë kartë, ajo pyeste veten nëse mund të ishte e rëndësishme. Nëse do të ishit në vend të Mirlindës, do ta kishit ruajtur këtë kartë apo do ta kishit hedhur? Na tregoni në komente. Të nesërmen, Mirlinda i dorëzoi gjithçka Petrit Rejkës. Analisti ekzaminoi çdo foto, çdo shënim me vëmendje të plotë. Kur arriti te kartvizita, sytë e tij u zgurdulluan. Ai e njihte atë numër.
ishte i një hetuesi privat të njohur për punë në raste të dyshimta, dikush që bënte shërbime që kufizoheshin me ilegalitetin. Petriti e falenderoi Mirlindën dhe i tha se kjo mund të ndryshonte gjithçka. Ai duhej të hetonte më shumë, të kryqëzonte më shumë informacione, por po fillonte të shihte një tablo shumë të ndryshme nga ajo që kishte imagjinuar fillimisht. Ndërsa hetimet përparonin, jeta e Mirlindës vazhdonte të ishte e vështirë. Në punë, një nga punonjëset e tjera, një grua e quajtur Shpresa, filloi ta trajtonte me ftohtësi. Shpresa punonte si kuzhiniere në vilë prej vitesh dhe gjithmonë kishte pasur zili çdo vëmendje që Mirlinda merrte. Tani, me gjithë këtë ekspozim, zilia e saj ishte shndërruar në inat të hapur. Mendon se je heroin tani, apo jo, tha Shpresa një ditë, ndërsa ishin vetëm në kuzhinë. Mendon se do të fitosh diçka me këtë? Zoti Altin as nuk ta di emrin mirë, dhe kur gjithë kjo të kaloj, ti do të vazhdosh të jesh e njëjta pastruese si gjithmonë. Fjalët e lënduan, por Mirlinda nuk u përgjigj. Ajo e dinte se Shpresa fliste nga frustrimi i saj, nga ndjenja e saj e padukshmërisë. Nuk ja vlente të diskutoje. Tensioni në vilë u rrit kur një ekip ekspertësh nga gjykata u shfaq për të bërë një kontroll teknik. Ata ekzaminuan kamerat e sigurisë, kutinë e siguresave, orën e regjistrimit. Bën foto, mblodhën prova, bën pyetje. Familja Berisha vëzhgonte gjithçka në heshtje, me shpresë të ri për të rirë se e vërteta më në fund do të dilte në dritë. Raporti teknik ishte përfundimtar. Kamerat ishin manipuluar nga dikush me njohuri të specializuara. Sistemi i regjistrimit tregonte shenja të qarta ndërhyrjeje në ditët para incidentit. Ora e regjistrimit ishte fikur qëllimisht dhe shenjat në kutinë e siguresave ishin në përputhje me instalimin e ndonjë lloj pajisjeje ndërhyrëse. Kur gjykatësi Artan Hoxha mori këtë raport së bashku me zbulimet e analistit Petrit Reka për transfertat bankare dhe regjistrimin e hotelit, ai mori një vendim të rëndësishëm. Caktoi një seancë të re, këtë herë për të dëgjuar jo vetëm Mirlindën, por edhe dëshmitar të tjerë që ishin injoruar fillimisht. Ishte në këtë seancë të dytë që historia filloi të zbërthehej me të vërtetë. Xhaferi, shoferi, u thirr për të dëshmuar. Ai tregoi për makinën e zezë që vëzhgonte vilën. Një nga rojet e sigurisë së portës konfirmoi se e kishte parë teknikun në fjalë, por se ai kishte paraqitur një autorizim që dukej legjitim. Kur i treguan foton e burrit që ishte regjistruar si teknik, roja e sigurisë e njohu. Prokuroria Valbona Costa, tani e bindur se diçka nuk ishte në rregull, filloi të bënte presion për përgjigje. Ajo donte të dinte kush e kishte punësuar atë teknik të rrem, kush kishte paguar për ndërhyrjet, kush qëndronte pas gjithçkaje. Ishte atëherë që erdhi kthesa më dramatike. Avokati i Zotit Altin, Besnik Vlora, i cili ishte i zhdukur prej javësh, u gjedh. Ai ishte i dobësuar, i lënduar, por i gjallë. Ishte mbajtur i mbyllur në një vend të izoluar, i penguar të paraqitej në gjykatë. Kur policia e gjeti, pas ndjekjes së një informacioni anonim, ai ishte në një magazin të braktisur në periferi të qytetit. Besniku u dërgua menjëherë në spital. Sa po u përmirësua aq sa për të folur, dha një dëshmi që i tronditi të gjithë. Ai tregoi se ishte afruar nga burra të panjohur natën para seancës së parë. U detyrua të hynte në një makinë, u dërgua në një vend të largët, u mbajt kundër vullnetit të tij. Burrat kur nuk thanë se kush i kishte punësuar, por e bën të qartë se qëllimi ishte të siguronin që Zoti Altin të përballej me gjykatën i vetëm, pa mbrojtje të duhur. Lajmi i rishfaqjes së Besnikut shpërtheu në media. Të njëjtët gazetarë që kishin dënuar Zotin Altin pa mëshirë, tani nxitonin të mbulonin këtë kthes të re. Komentatorët që e quanin përbindësh, tani spekulonin për komplot dhe kurth. Për Mirlindën, të shikonte gjithë këtë ishte surreale. Ajo, një punëtore e thjesht, kishte qenë e para që kishte ngritur zërin. Dhe tani, pjesë e vërteta po zbulohej. Por çmimi po ishte i lartë. Kërcënimet nuk kishin pushuar. Makina e zezë ende shfaqej her pas here. Ajo kishte frikë të dilte nga shtëpia, frikë të vinte në rrezik nënën e saj. Ishte Reshter Leka ai që solli një lajm ngushëllues. Policia kishte identifikuar pronarin e makinës së zezë. Ishte një shofer privat që punonte për një kompani sigurie private. Kur u vu nën presion, ai pranoi se ishte punësuar për të vëzhguar Mirlindën, por tha se nuk dinte nga kush. Merrte urdhra me telefon dhe para me depozit. Por numri i telefonit që ai dha ishte thelbësor.
Ishte i njëjti numër që ishte në kartë vizitën që Mirlinda kishte gjetur. Hetuesi privat. Dhe kur policia e gjurmoi këtë hetues, zbuloi se ai kishte lidhje të drejtpërdrejta me një nga kompanitë e Genci Bashës, rivalit të zotit Altin. Rjeta po zbërthehej. Dhe në qendër të saj ishte një plan i përpunuar për të shkatëruar një njeri dhe për të marrë perandorinë e tij të biznesit. Një plan që gati funksionoi. Që do të kishte funksionuar nëse nuk do të ishte për një grua të padukshme që vendosi se zëri i saj meritonte të dëgjohej. Por historia ende nuk kishte mbaruar. Ende kishte pyetje pa përgjigje. Kush saktësisht e kishte urdhëruar gjithçka? Si të provojë përfshirja e biznesmenit rival? Çfarë do të ndodhte me të gjithë njerëzit e përfshirë në skem? Dhe, më e rëndësishmja për Mirlindën, kur do të mund të kthehej më në fund në një jetë normale, pa frikë, pa shikuar mbi supë? Përgjigjja për këto pyetje do të vinte në fazën tjetër të gjykimit. Dhe Mirlinda e dinte se do të duhej të ishte aty, duke dëshmuar çdo moment, sepse udhëtimi i saj ende nuk kishte arritur në fund. Ajo kishte filluar diçka që duhej ta shihte deri në fund. Seanca e tretë u caktua për një të hënë në mëngjes. Gjykata ishte edhe më e mbushur se herët e tjera. Historia kishte marrë për masa kombëtare. Nuk ishte më vetëm për një biznesmen të akuzuar për një krim. Ishte për komplot, manipulim, fuqinë e parave kundër zërit të padukshmëve. Njerëzit identifikoheshin me Mirlindën. Ajo përfaqësonte të gjithë ata që kur nuk kishin pasur zë, që gjithmonë ishin injoruar. Mirlinda arriti herët, e shoqëruar nga Reshter Leka. Ai ishte bërë më shumë se thjesht një polic i caktuar për ta mbrojtur. Ishte një mik, dikush të cilit ajo i besonte. Ditët e fundit, ai kishte ndarë me të disa nga zbulimet e hetimit policor, gjëra që ende nuk ishin publike, por që pikturonin një tablo gjithnjë e më të qartë të asaj që kishte ndodhur vërtet. Brenda sallës së gjykatës, zoti Altin ishte ulur pranë avokatit Besnik Vlora, i cili ishte kthyer në çështje sapo u shërua. Besniku ishte më i dobët, me shenja lodhjeje në fytyrë, por sytë e tij shkëlqenin nga vendosmëria. Ai kishte një histori për të treguar dhe ishte i paduruar që të gjithë ta dëgjonin. Gjykatësi Artan Hoxha hapi seancën dhe thiri Besnikun për të dëshmuar. Avokati eci drejt vendit të dëshmitarëve me hapa të sigurt. U betua të thoshte të vërtetën dhe filloi të fliste. Tregoi për natën kur u sulmua. Po dilte nga zyra vonë, siç bënte gjithmonë kur punonte në raste të rëndësishme. 2 burra e prisnin në parking. Para se të mund të reagonte, u detyrua të hynte në një makinë. E çuan në një vend që ai nuk arriti ta identifikonte. Një magazinë e zbrazët, e errët, me erë myku dhe braktisjeje. Aty, u mbajt për javë të tëra. Burrat që eruanin kur nuk u identifikuan. Përdornin maska, flisnin pak. Por në disa biseda mes tyre që Besniku arriti të dëgjonte, u bë e qartë se po ndiqnin urdhra nga dikush shumë i fuqishëm. Përmendnin një pagesë të madhe që do të merrnin kur gjithçka të mbaronte. Flisnin se si ajo punë do të garantonte rënien përfundimtare të zotit Altin. Besniku tregoi gjithashtu për momentin kur u gjedh. Kishte humbur nocionin e kohës. Nuk e dinte nëse kishin kaluar ditë apo javë. Ishte i dobët, pa shpresë. Ishte atëherë që dëgjoi zëra jashtë magazinës. Thirrje policie. Goditje në derë. Dhe pastaj, më në fund, drita e diellit që hynte kur dera u thye. Salla e gjykatës ishte në heshtje absolute. Çdo person aty i pranishëm dukej se mbante frymën, duke përthithur çdo fjalë. Rrëfimi i Besnikut nuk ishte vetëm tronditës. Ishte prova e gjallë se ekzistonte një komplot shumë më i madh se sa kushdo kishte imagjinuar. Prokuroria Valbona Costa bëri pyetje teknike, duke u përpjekur të vendoste detaje që mund të ndihmonin në hetim. Besniku ju përgjigj gjithçkaje me saktësi. Ai kishte stërvitur kujtesën gjatë ditëve të robërisë, duke mësuar përmendësh çdo tingull, çdo frazë të shkëputur, çdo detaj që mund të ishte i dobishëm më vonë. Kur dëshmia e Besnikut mbaroi, gjykatësi thiri analistin Petrit Reka. Burri diskret që kishte gjetur parregullsitë financiare u ngjit në podium me një dosje plot me dokumente. Ai shpjegoi në mënyrë teknike por të kuptueshme se si kishte gjurmuar transfertat e dyshimta. Llogarit ishin komplekse, duke kaluar nëpër disa kompani fantazmë në parajsa fiskale. Por Petriti kishte durim dhe aftësi.
Ai ndoqi çdo fije derisa gjeti origjinën. Dhe origjina çonte në një kompani holding që kishte Genci Bashën si aksioner kryesor. Biznesmeni rival i Zotit Altin kishte financuar të gjithë skemën. Petriti tregoi pasqyra bankare, kontrata të dyshimta, emaile që ishin rikuperuar me urdhër gjykate. Gjithçka tregonte për një plan të përpunuar gjatë muajve. Nuk kishte qenë një impuls. Ishte llogaritur, ekzekutuar ftohtë. Më mbresëlënëse ishte kur Petriti paraqiti prova se vetë biznesmeni që thoshte se ishte rrahur, ishte i përfshirë. Ai kishte marrë një shumë të konsiderueshme ditë para incidentit të supozuar. Dhe pamjet e hotelit tregonin qartë se ai nuk kishte asnjë plagë. Gjithçka ishte inskenuar. Një fars e plotë. Mbrojtja e Zotit Altin kërkoi fjalën. Besnik Vlora u ngrit dhe, me zë të vendosur, i kërkoi gjykatësit që të gjithë të përfshirët të mbanin përgjegjësi. Që kjo të mos mbetej pa u ndëshkuar. Që drejtësia të vijej në vend jo vetëm për klientin e tij, por për të gjithë ata që ishin prekur nga ajo gënjeshtër gjigante. Gjykatësi Artan Hoxha dëgjoi gjithçka me vëmendje. Ai ishte një njeri me përvojë që kishte parë shumë raste gjatë viteve. Por ky ishte ndryshe. Ky kishte shtresa kompleksiteti që rrallë shfaqeshin. Ishte për pushtetin, parat, hakmarrjen, por edhe për guximin dhe të vërtetën. Pasi dëgjoi të gjitha dëshmitë dhe analizoi të gjitha provat, gjykatësi njoftoi se i duhej kohë për të vendosur. Caktoi një datë për vendimin përfundimtar. Të gjithë e dinin se çfarë ishte në lojë. Liria e Zotit Altin. Burgimi i Genci Bashës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Dhe rivendosja e reputacionit të një njeriu që ishte shkatëruar publikisht. Kur seanca mbaroi, Mirlinda doli e rrethuar nga gazetarët. Të gjithë donin të dinin si ndihej, çfarë mendonte për gjithë këtë. Ajo u përgjigj me thjeshtësi. Tha se vetëm kishte bërë atë që mendonte se ishte e drejtë. Se çdo kush në pozitën e saj duhej të bënte të njëjtën gjë. Se e vërteta gjithmonë meritonte të thuhej, pavarësisht kostos. Fjalët e Mirlindës u përsëritën në të gjitha kanalet televizive. Ajo ishte bërë një simbol. Gruaja e zakonshme që u përball me gjigantët. Zëri i të padukshmëve. Njerëzit në rrugë e njihnin. Disa e përshëndesnin, të tjerë i kërkonin foto. Ishte e çuditshme dhe e parehatshme për dikë që kishte kaluar gjithë jetën duke u përpjekur të mos vijej re. Në shtëpi, teta Sanie shikonte gjithçka me zemër të shtrënguar. Ishte krenare për të bien, por edhe e shqetësuar. E dinte se edhe me zbulimet e policisë, ende kishte rrezik. Njerëzit e fuqishëm nuk pëlqenin të humbnin. Dhe Genci Basha ishte pikërisht ai lloj njeriu. Dhe shqetësimi i teta Sanies nuk ishte i pabazë. Edhe me provat që grumbulloheshin kundër tij, Genci ende nuk ishte arrestuar. Ai punsoi avokatët më të mirë, përdori ndikimin e tij për të mbytur çështjen, përhapi versionin e tij të historisë në media. Thoshte se po përsekutohej, se gjithçka ishte një keqkuptim, se provat ishin të fabrikuara. Disa e besonin. Të tjerë jo. Por fakti ishte se ai ishte ende i lirë, ende kishte pushtet, ende ishte i rrezikshëm. Ishte një të mërkur mbrëma që gjithçka gati u shem. Mirlinda po kthehej në shtëpi pas një dite të lodhshme në punë. Reshter leka e kishte lënë në stacionin e autobusit, siç bënte gjithmonë. Ajo zbriti nga autobusi në cepin e shtëpisë dhe filloi të ecte 2 bloqet që i mungonin. Ishte atëherë që kuptoi se po ndiqej. Hapa pas saj, në të njëjtin ritëm me të sajin. Mirlinda shpejtoi. Hapat gjithashtu u shpejtuan. Zemra i rrite fort. Mendoi të bërtiste, por rruga ishte e shkretë. Mendoi të vraponte, por nuk e dinte nëse do të mundte. Ishte atëherë që një zë e thirri. Ishte zë gruaje. Mirlinda ndaloi dhe u kthye ngadalë. Gruaja që e ndiqte ishte e re, ndoshta rreth të 20-tave. Kishte fytyrën e shenjuar nga shqetësimi. Më fal që të tremba, tha gruaja shpejt. Vetëm duhet të flas me ty, është e rëndësishme. Mirlinda qëndroi në mbrojtje. Kush je ti? Çfarë do? Gruaja shikoi përreth nervozisht para se të përgjigjej. Emri im është Jona. Punoja si sekretare për Genci Bashën. Punoja. Nuk punoj më. Dhe duhet të tregoj disa gjëra që duhet t'i dish. Mirlinda hezitoi.
Mund të ishte një kurth. Mund të ishte një formë tjetër për ta frikësuar. Por diçka në sytë e asaj gruaje dukej e sinqertë. Dukej frikë. Dukej urgjencë. Pse duhet të besoj ty, pyeti Mirlinda. Jona mori frym thellë. Sepse unë di gjëra. Gjëra që mund të ndihmojnë. Dhe sepse nuk e duroj dot më të jem pjesë e gjithë kësaj. E pash se çfarë është i aftë të bëj Genci. E pash se si e shkatërroi jetën e Zotit Altin pa ju dridhur qerpiku. Dhe e di se ai do të përpiqet të bëjë të njëjtën gjë me ty nëse i jepet rasti. Dy gratë u shikuan për sekonda të gjata. Më në fund, Mirlinda mori një vendim. Shkojmë në një vend publik. Një kafe. Dhe ti më tregon gjithçka. Ato shkuan në një kafe të hapur 24 orë disa bloqe më tutje. U ulën në një tavolinë në fund. Jona porositi një kafe të zezë dhe filloi të fliste. Ajo tregoi se punonte për Gencin prej 3 vitesh. Në fillim ishte vetëm punë normale sekretareje. Të caktonte takime, të organizonte dokumente, të përgjigjej telefonave. Por me kalimin e kohës filloi të vinte re gjëra të çuditshme. Takime sekrete. Biseda me kod. Para që lëviznin në vende të dyshimta. Kur plani kundër Zotit Altin filloi të merrte formë, Jona pa gjithçka nga afër. Dëgjoi Gencin duke kombinuar detaje me të tjerët e përfshirë. Pa pagesat që bëheshin. I dinte emrat e njerëzve të punësuar për të bërë punën e pisë. Në fillim, Jona u përpoq ta injoronte. I duhej puna. Kishte fatura për të paguar. Por kur pa Zotin Altin duke u arrestuar, i poshtëruar publikisht, i shkatëruar për diçka që nuk e kishte bërë, ndërgjegjja filloi t'i rëndonte. Dhe kur dëgjoi për Mirlindën se si një punonjëse e thjesht kishte pasur guximin të thoshte të vërtetën, ndjeu turp për veten. Jona nxori nga çanta një USB të vogël. Këtu ka kopjet e emaileve, audio të bisedave, flet pagesash. Gjithçka që të duhet për të provuar përfundimisht se Genci e drejtoi gjithçka. I bëra këto kopje para se të largohesha. Ai nuk e di që unë i kam këto. Por nëse e zbulon, do të më kërkoj. Prandaj po t'i jap ty ti di çfarë të bësh me këtë më mirë se unë. Mirlinda mori USB-n me duar që i dridheshin. Është e vërtet kjo? E gjithë kjo është e vërtet? Jona tundi kokën. Është e vërtet. Dhe është shumë më keq se sa e imagjinon. Genci nuk është vetëm në këtë. Ka njerëz të tjerë të përfshirë. Njerëz të rëndësishëm. Politikan, biznesmen të tjerë. Është një rrjedhë. Dhe të gjithë kanë shumë për të humbur nëse e vërteta del në dritë. Mirlinda e futi USB-n në çantë. Faleminderit. As nuk di çfarë të them. Po rrezikon shumë duke bërë këtë. E di, u përgjigj Jona me një buzëqeshje të trishtuar. Por edhe ti rrezikove. Dhe nëse ti mund të bësh gjën e duhur, edhe unë mundem. Dy gratë mbaruan kafen dhe u përshëndetën. Jona u zhduk në natë dhe Mirlinda u kthye në shtëpi me zemrën që i rrite fort. Sa po arriti, telefonoi Reshter Lekën. I tregoi për takimin dhe për USB-n. Ai tha se do të vinte atje menjëherë. Kur Reshteri arriti, Mirlinda i dorëzoi USB-n. Ata e lidhen me kompjuterin e saj dhe filluan të rishikonin skedarët. Ishte pikërisht ajo që Jona kishte thënë. Emaile të detajuara që diskutonin çdo hap të planit. Audio të bisedave telefonike ku Genci jepte urdhra të qarta. Fletë pagesa që tregonin pagesa për teknikun e rem, për hetuesin privat, për burrat që mbajtën besnikun në robëri. Kjo është Flori, tha Reshter Leka, me sy të zgurdulluar. Kjo e mbyll çështjen përfundimisht. Genci Basha do të arrestohet. Të gjithë të përfshirët do të identifikohen. Mirlinda ndjeu një lehtësim të pamas, por edhe frikë. Kur Genci të zbuloj se këto prova ekzistojnë, do ta di se vijnë nga dikush i afërt. Do të kërkoj Jonën. Do ta mbrojmë, premtoi Reshteri. Sa po t'ia dorëzojmë këtë gjykatësit nesër, do të kërkojmë mbrojtje edhe për të. Askush nuk do të mbetet i pambrojtur. Të nesërmen në mëngjes, Reshter Leka ia dorëzoi USB-n direkt gjykatësit Artan Hoxha. Gjykatësi rishikoi përmbajtjen dhe u shqetësua thellësisht. Aty ishte konfirmimi i gjithçkaje që ishte spekuluar. Dhe më shumë.
Shumë më shumë. Gjykatësi lëshoi urdhër arreste të menjëhershme. Genci Basha u arrestua po atë pasdite në zyrën e tij luksoze në qendër të Tiranës. Kamerat televizive kapën momentin kur ai po merrej me pranga. Biznesmeni që kishte tentuar të shkatëronte një rival, tani përballej me pasojat e veprimeve të tij. Urdhër arreste të tjera u ekzekutuan. Tekniku i rrem. Hetuesi privat. Burrat që mbajtën besnikun në robëri. Një nga një, të gjithë u gjetën dhe u arrestuan. Rjeti po çmontohej. Për Mirlindën të shikonte gjithë këtë ishte surreale. Ajo, që kishte filluar vetëm duke dashur të thoshte të vërtetën, ishte bërë pjesë thelbësore në rënien e një organizate të tërë kriminale. Por gjithashtu e dinte se kjo sillte pasoja. Jona, sekretarja e re, u vendos në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve. Ajo gjithashtu do të dëshmonte në gjykatë, duke konfirmuar gjithçka që ishte në skedar. Guximi i saj kishte qenë thelbësor, por tani duhej të jetonte e fshehur, të paktën derisa të mbaronte gjykimi. Media ishte në delir. Historia kishte gjithçka që publiku adhuronte. Komplot, hakmarrje, përmbysje dramatike. Dhe në qendër të gjithçkaje, dy gra të zakonshme që kishin ndryshuar rrjedhën e drejtësisë. Zoti Altin u shpall zyrtarisht i pafajshëm për të gjitha akuzat. Gjykatësi Artan Hoxha bëri çmos t'i kërkonte falje publike për atë që kishte vuajtur. Tha se sistemi i drejtësisë kishte dështuar të hetonte siç duhet që në fillim. Se ishte lënë të mashtrohej nga rrëfimi i ndërtuar nga fajtorët e vërtetë. Altini doli nga gjykata një njeri i lirë, por i shenjuar. Javët e burgut, poshtërimi publik, shkatërimi i reputacionit të tij kishin lënë plagë të thella. Ai e dinte se kishte një rrugë të gjatë përpara për të rindërtuar gjithçka që kishte humbur. Por ai gjithashtu e dinte se ja detyronte gjithçka Mirlindës. Patë do të ishte në burg, i dënuar për diçka që nuk e kishte bërë. Jeta e tij do të kishte mbaruar aty. Prandaj, ditën që u lirua, gjëja e parë që bëri ishte ta kërkonte atë. E gjeti Mirlindën në vil, duke punuar si gjithmonë. Ajo po pastronte sallonin kur ai hyri. Mirlinda u tremb kur e pa. Ishte mësuar me mungesën e tij javët e fundit. Zoti Altin, tha ajo, duke lëshuar leckën që mbante. A jeni mirë? Altini eci drejt saj ngadalë. Syt i ishin mbushur me lodh. Mirlinda, tha ai, me zërin që i dridhej. Nuk kam fjalë të falenderoj për atë që bëre për mua. Ti më shpëtove jetën. Më shpëtove familjen. Më shpëtove gjithçka që kam ndërtuar gjatë viteve. Mirlinda nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo vetëm tundi kokën. Unë vetëm bëra atë që ishte e drejtë, zotëri. Çdo kush do të bënte të njëjtën gjë. Jo, u përgjigj Altini me vendosmëri. Nuk do ta bënin. Shumica e njerëzve do të kishin heshtur. Nga frika. Duke mbrojtur veten. Por ti jo. Ti pate guxim kur askush tjetër nuk e pati. Dhe për këtë, unë do të jem përjetësisht mirënjohës. Ai pastaj bëri diçka që Mirlinda nuk do ta harronte kurrë. I zgjati dorën. Jo si një shef ndaj një punonjëseje, por si një qenie njerëzore ndaj një tjetre. Si një mik ndaj një miku. Mirlinda ja shtrëngoi dorën duke ndier lotët t'i rridhnin nëpër fytyrë. Në atë moment diçka ndryshoi mes tyre. Nuk ishin më shef dhe punonjëse. Ishin dy njerëz që kishin kaluar së bashku një sprovë të tmerrshme dhe kishin dalë në anën tjetër. Të bashkuar nga një përvojë që asnjëri prej tyre nuk do ta harronte kurrë. Altini i ofroi Mirlindës një pozicion më të mirë, një rrogë më të lartë, kushte më të mira. Por Mirlinda refuzoi me mirësjellje. Tha se ishte e lumtur me atë që bënte. Se nuk kishte bërë asgjë duke pritur shpërblim. Se shpërblimi i saj ishte të dinte se drejtësia ishte vënë në vend. Por ajo pranoi një gjë. Kur Altini i ofroi të paguante trajtimin e plot mjekësor për teta Sanien duke përfshirë operacionet që i duheshin por kur nuk kishte pasur mundësi t'i bënte, Mirlinda qau nga mirënjohja. Kjo po që do të bënte një ndryshim real në jetën e saj. Ditët që pasuan ishin të përshtatjes. Gjyqi i Genci Bashës dhe bashkëpunëtorëve të tij ishte caktuar. Të gjithë të përfshirët do të përballeshin me drejtësinë. Jona vazhdonte të ishte e mbrojtur, por gati për të dëshmuar.
Besnik Vlora ishte shëruar plotësisht dhe ishte i vendosur t'i shite të gjithë fajtorët të paguanin. Dhe Mirlinda, pastruesja e thjesht që kishte ndryshuar gjithçka, vazhdonte jetën e saj. Zgjoi herët, merrte autobusin plot, punonte me përkushtim. Por tani, kur ecte nëpër rrugë, nuk ishte më e padukshme. Njerëzit e njihnin, e përshëndesnin, e falenderonin që kishte pasur guxim. Ajo kishte mësuar diçka të rëndësishme në ato muaj të vështirë. Se çdo zë ka rëndësi. Se e vërteta gjithmonë ia vlen të thuhet. Dhe se ndonjëherë njerëzit më të papritur janë ata që ndryshojnë botën. Dita e gjykimit përfundimtar të Genci Bashës dhe bashkëpunëtorëve të tij zbardhi me qiellin e Tiranës të hirt dhe të rëndë. Mirlinda u zgjua më herët se zakonisht, edhe pse nuk i duhej të ishte në gjykatë deri në mes të mëngjesit. Kishte fjetur keq, ëndra të ngatëruara ja kishin mbushur mendjen gjatë gjithë natës. U ngrit me kujdes për të mos zgjuar nënën dhe shkoi të përgatiste kafen. Teta Sanie ishte tashmë shumë më mirë. Operacionet që zoti Altin i kishte paguar kishin qenë një sukses. Gruaja që më parë mezi ecte pa dhimbje, tani lëvizte me lehtësi. Buzëqeshja i ishte kthyer në fytyrë. Dhe sa herë që shikonte të bijën, syt i shkëlqenin nga krenaria. Je nervoze, bi, pyeti teta Sanie, duke u shfaqur në kuzhinë me rob dishan. Mirlinda buzëqeshi. Pak. Sepse sot gjithçka zgjidhet me të vërtetë. Pas muajsh, më në fund do të dim cili do të jetë ndëshkimi i të gjithëve. Nëna e përqafoi të bijën. Ti e ke bërë pjesën tënde, Mirlinda. Ke bërë më shumë se sa do të priste kushto. Tani është të lësh drejtësinë të ndjek rrjedhën e saj. Mirlinda tundi kokën, por nuk arrinte ta largonte ankthin. E dinte se ajo që do të ndodhte atë ditë do të shënonte jo vetëm fundin e një rasti, por edhe fundin e një kapitulli në jetën e saj. Një kapitull që kishte qenë i tmerrshëm, por edhe transformues. Kur arriti në gjykatë, lëvizja ishte intensive. Gazetarë nga i gjithë vendi ishin aty. Rasti kishte marrë jehon kombëtare. Bëhej fjalë për drejtësi, për pushtet, për aftësinë e njerëzve të zakonshëm për të ndryshuar sistemin. Mirlindën e ndalonin vazhdimisht për intervista të shpejta, të gjithë donin të dinin si ndihej. Ajo përgjigjej gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Se ishte e lehtësuar që e vërteta kishte mbizotëruar. Se shpresonte që kjo të shërbente si shembull. Se çdo kush në pozitën e saj duhej të kishte guximin të bënte të njëjtën gjë. Brenda sallës së gjykatës, tensioni ishte i prekshëm. Genci Basha ishte ulur në bankën e të akuzuarve, pranë avokatit të tij. Biznesmeni që më parë ishte arrogant dhe i sigurt, tani kishte fytyrën e shenjuar nga lodhja dhe humbja. Pranë tij, të tjerët e përfshirë. Tekniku i rrem. Hetuesi privat. Burrat që kishin mbajtur besnikun në robëri. Dhe biznesmeni që kishte pretenduar se ishte rrahur. Të gjithë aty për t'u përgjigjur për krimet e tyre. Në anën tjetër të sallës, zoti Altin ishte ulur me familjen. Teuta i mbante dorën fort. Fëmijët, Arditi dhe Besa, ishin pranë tyre. Besnik Vlora, avokati, ishte afër, duke rishikuar shënimet e tij për herë të fundit. Mirlinda u ftua të ulej në një zonë të rezervuar për dëshmitarët e rëndësishëm. Pranë saj ishte Jona, ish sekretarja që kishte ofruar provat vendimtare. Dy gratë shkëmbyen shikime mirë kuptimi. Ato kishin kaluar gjëra të ngjashme. Ishin përballur me frikëra të ngjashme. Dhe së bashku kishin ndihmuar në rrëzimin e një organizate kriminale. Gjykatësi Artan Hoxha hyri dhe të gjithë u ngritën. Ai u ul, organizoi letrat para tij dhe shikoi sallën e mbushur. Kishte seriozitet në sytë e tij. Ai e dinte rëndësinë e atij momenti. Sot jemi këtu për të mbyllur një nga rastet më komplekse dhe shqetësuese që ka kaluar ndonjëherë në këtë gjykatë, filloi gjykatësi. Një rast që filloi me akuza të rënda kundër një biznesmeni të respektuar dhe që zbuloi një komplot të përpunuar që përfshinte shumë persona të gatshëm. Të shkatëronin një jetë për përfitim personal. Ai bëri një pauzë, duke lënë fjalët të kumbonin nëpër sallë. Gjatë këtij procesi, zbuluam se Altin Berisha ishte viktimë e një kurthi të përpikt. Se ai u akuzua padrejtësisht për urdhërimin e një akti të dhunshëm që nuk ndodhi kurrë. Se i gjithë rrëfimi i ndërtuar kundër tij ishte i rrem, i krijuar nga njerëz që donin të përfitonin nga rënja e tij. Gjykatësi pastaj u kthye nga Genci Basha.
dhe zbuluam se ju, zoti Genci Basha, ishit ideatori i këtij komploti. Se ju keni punësuar njerëz për të manipuluar provat, për të korruptuar dëshmitar, për të rrëmbyer një avokat dhe për të terrorizuar një dëshmitare të pafajshme. E gjithë kjo e nxitur nga hakmarrja dhe lakmia. Genci nuk tha asgjë. Vetëm mbajti shikimin përpara, nofullën e shtrënguar. Gjykatësi vazhdoi duke ju drejtuar tani të akuzuarve të tjerë. Ju, që pranuat para për të bërë punën e PiS, që morët pjesë aktivisht në shkatërimin e jetës së një njeriu të pafajshëm, që mbajtët një njeri tjetër në robëri, që kërcënuat një grua punëtore vetëm sepse ajo pati guximin të thoshte të vërtetën. Edhe ju do të përgjigjeni për veprimet tuaja. Artan Hoxha pastaj filloi të lexonte dënimet, një nga një, të detajuara dhe të argumentuara. Genci Basha u dënua me 15 vjet burg për komplot, falsifikim dokumentesh, rrëmbim dhe kërcënim. Biznesmeni që kishte pretenduar se ishte rrahur mori 10 vjet. Tekniku i rrem, 8 vjet. Hetuesi privat, 12 vjet. Burrat që mbajtën besnikun në robëri, secili 10 vjet. Salla shpërtheu në reagime. Disa njerëz duartrokitën. Të tjerë qanin. Gazetarët nxitonin jashtë për të transmetuar lajmet. Avokatët mbrojtës tashmë flisnin për apel, por të gjithë e dinin se provat ishin shumë të forta për t'u përmbysur. Për Mirlindën, të dëgjonte ato dënime ishte si të hiqte një peshk të madhe nga supet. Më në fund, drejtësia ishte vënë në vend. Jo një drejtësi e përsosur, sepse asgjë nuk do t'i kthente muajt e ankthit që zoti Altin dhe familja e tij kishin kaluar. Por ishte drejtësi. Ishte përgjegjësi. Ishte sistemi që funksiononte siç duhej. Kur gjykimi mbaroi dhe gjykatësi la sallën, Mirlinda u rrethua nga njerëz. Altini dhe familja e tij erdhën ta falënderonin edhe një herë. Besnik Vlora e përqafoi duke i thënë se ajo kishte qenë heroina e gjithë asaj historie. Jona gjithashtu e përqafoi duke e falënderuar që i kishte dhënë guximin të bënte gjën e duhur. Por ajo që e preku më shumë Mirlindën ishte një grua më e moshuar që ju afrua me droj. Ajo tha se ishte nëna e një burri që ishte bërë pa drejtësi vite më parë, por që nuk kishte pasur guximin të luftonte. Të shihte Mirlindën duke luftuar e kishte frymëzuar të rihapte rastin e djalit të saj. Tha se nëse Mirlinda, një punëtore e thjesht, kishte arritur të përballej me gjigantët, edhe ajo mundej. Ai takim e bëri Mirlindën të kuptonte dimensionin e vërtet të asaj që kishte bërë. Nuk ishte vetëm për zotin Altin. Ishte për të gjitha padrejtësitë që ndodhnin çdo ditë, për të gjithë njerëzit që vuanin në heshtje sepse mendonin se zërat e tyre nuk kishin rëndësi. Ajo kishte provuar se kishin rëndësi. Se gjithmonë kishin rëndësi. Ditët në vijim, jeta filloi të kthehej në normalitet, të paktën një version tjetër i normalitetit. Mirlinda vazhdoi të punonte në vil, por tani me një dinamik krejtësisht të ndryshme. Altini insistoi që ajo të mos vishte më uniform, që mund të vishej si të donte. Teuta filloi ta ftonte për drek me familjen. Fëmijët e çiftit e trajtonin me respekt të sinqert, jo më si një punonjëse të padukshme. Por Mirlinda bënte çmos të ruante thelbin e saj. Vazhdonte të zgjohej herët, vazhdonte të merrte autobusin plot, vazhdonte të bënte punën e saj me të njëjtin përkushtim si gjithmonë. Sepse për të, ajo që kishte ndodhur nuk ndryshonte kush ishte ajo në thelb. Vetëm e kishte bërë të kuptonte forcën e saj. Xhaferi, shoferi, i komentoi një ditë. E di që je bërë legjend këtu në shtëpi, apo jo? Punonjësit e tjera të gjitha flasin për ty me krenari. Thonë se nëse Mirlinda arriti ta bëj këtë, edhe ato mund të bëjnë gjëra të mëdha. Mirlinda buzëqeshi. Unë vetëm shpresoj që njerëzit të kuptojnë se çdo kush mund të bëjë ndryshim. Nuk duhet të jesh i pasur, nuk duhet të kesh pushtet. Vetëm duhet të kesh guxim dhe angazhim ndaj së vërtetës. Media vazhdoi të interesohej për Mirlindën për javë të tëra. Programe televizive e ftonin për intervista. Revista donin të bënin reportazhe për jetën e saj. Madje u shfaqen edhe oferta për libra. Por Mirlinda i refuzoi shumicën. Pranoi vetëm disa intervista ku mund të përcillte mesazhin që e konsideronte të rëndësishëm. Për guximin, për drejtësinë, për rëndësinë e çdo zëri. Një nga intervistat më emocionuese ishte kur ajo u ftua në një program mëngjesi me audiencë të madhe.
Prezantuesja, një grua e quajtur Rudina, e drejtoi bisedën me ndjeshmëri dhe respekt. E pyeti Mirlindën për momentet më të vështira, për frikën që kishte ndjerë, se si kishte gjetur forcën për të vazhduar. Mirlinda u përgjigj me sinqeritet. Foli për netët pa gjumë, për kërcënimet që kishte marrë, për frikën se mos vinte në rrezik nënën. Por foli edhe për ndjenjen e paqes që vjen nga bërja e gjës së duhur. Të mund të shikohesh në pasqyrë dhe të dish se i ke qëndruar besnike vlerave të tua. Prezantuesja pastaj bëri një pyetje që e kapi Mirlindën në befasi. Nëse do të mund të ktheheshe në kohë, duke ditur gjithçka që do të kaloje, a do të bëje të njëjtën zgjedhje? A do të flisje përsëri? Mirlinda qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke menduar. Më në fund, u përgjigj. Po. Do të bëja gjithçka përsëri. Sepse disa gjëra janë më të rëndësishme se rehatia jonë personale. E vërteta është njëra prej tyre. Drejtësia është tjetra. Dhe nëse ne nuk luftojmë për këto gjëra, kush do të luftoj? Fjalët e Mirlindës prekën mira njerëz që po shikonin. Rrjetet sociale shpërthyen me mesazhe mbështetjeje dhe admirimi. Ajo ishte bërë një simbol i integritetit dhe guximit. Por për Mirlindën, momenti më domethënës erdhi javë pas gjykimit. Ajo ishte në shtëpi një të diel pas dite kur mori një telefonat. Ishte nga Jona, ish sekretarja. Mirlinda, duhet të takoj. Mund të kaloj andej? Mirlinda pranoi dhe gjysmë ore më vonë, Jona ishte te dera e saj. Të dyja u ulën në sallonin e vogël të apartamentit. Jona dukej ndryshe. Më e lehtë, më në paqe. Doja të falenderoja personalisht, filloi Jona. Jo vetëm që përdore informacionet që të dhash, por që ishe një shembull për mua. Ti më tregove se është e mundur të bësh gjën e duhur edhe kur është e vështirë. Dhe kjo ma ndryshoi jetën. Ajo tregoi se kishte filluar të bënte terapi, duke punuar me fajin që ndjente për të qenë një bashkëpunëtore e heshtur për kaq shumë kohë. Kishte gjetur një punë të re në një kompani të vogël por të ndershme. Por i ndërtonte jetën e saj mbi baza të ndryshme. Gjithashtu doja të thoja se vendosa të bëj diçka, vazhdoi Jona. Do të filloj të jap leksione në shkolla dhe universitete. Për etikën, për rëndësinë e të folurit kur shohim diçka të gabuar. Dhe do të përdor historinë tonë si shembull. Sigurisht, vetëm nëse ti më lejon. Mirlinda buzëqeshi dhe i mbajti dorën vajzës. Nuk ke nevojë për lejen time, Jona. Kjo histori është e jotja po aq sa imja. Dhe nëse ajo mund të frymëzojë njerëz të tjerë të bëjnë gjën e duhur, atëherë duhet të tregohet. Dy gratë biseduan për orë të tëra. Ndajnë shpresat e tyre për të ardhmen, shqetësimet, ëndrat. Kur Jona u largua, Mirlinda ndjeu se kishte fituar jo vetëm një aleate, por një mike të vërtetë. Muajt kaluan. Jeta gradualisht u kthye në ritmin normal. Genci Basha dhe bashkëpunëtorët e tij vuanin dënimet. Zoti Altin kishte rimarrë kontrollin e kompanive të tij dhe po punonte për të rivendosur reputacionin. Besnik Vlora ishte kthyer në rutinën e tij si avokat, por tani me një histori të jashtëzakonshme për të treguar. Dhe Mirlinda? Mirlinda vazhdoi të ishte Mirlinda. Zgjoi herët, kujdesej për nënën, punonte me përkushtim. Por kishte ndryshime delikate. Ajo ecte me më shumë besim. Fliste me më shumë siguri. E dinte tani, në mënyrë të thellë, se zëri i saj kishte fuqi. Se ajo kishte rëndësi. Se çdo person, sado i padukshëm të duket, ka aftësinë të ndryshojë botën. Një mëngjes, gati një vit pas fillimit të gjithë asaj sage, Mirlinda po pastronte bibliotekën e vilës kur Besa, vajza e Altinit, hyri. Mirlinda, mund të flas me ty? Pyeti e reja. Sigurisht, u përgjigj Mirlinda, duke lënë pluhursen. Besa u ul në një nga koltukët dhe i bëri shenjë Mirlindës të ulej gjithashtu. Doja të thoja se ti ma ndryshove jetën. Para se të ndodhte gjithë kjo, unë isha një vajzë e llastuar që mendonte se bota rrotullohej rreth saj. Nuk i shija njerëzit që punonin këtu. Nuk ju mendoja si njerëz të vërtetë, e di? Vetëm si punonjës. E reja kishte lot në sy. Por të shija atë që bëre, të shija guximin tënd, më bëri të zgjohem. Më bëri të kuptoj se njerëzit më të rëndësishëm nuk janë gjithmonë ata që kanë para apo status. Janë ata që kanë karakter. Dhe ti ke kaq shumë karakter, Mirlinda.
Aq shumë sa më bën të dua të jem një njeri më i mirë. Mirlinda ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Faleminderit që ma thua këtë, Besa. Dhe e di, të gjithë mund të rriten dhe të ndryshojnë. E rëndësishme është të jesh i gatshëm të mësosh. Të dyja biseduan edhe pak para se Besa të largohej. Por ajo bised i mbeti Mirlindës. Ajo kuptoi se ndikimi i asaj që kishte bërë shkonte përtej drejtësisë ligjore. Kishte prekur jetë në mënyra që ajo mezi i kuptonte. Atë natë, përsëri në apartamentin e saj, Mirlinda u ul pranë nënës në divan. Teta Sanie po shikonte një telenovel, por e fiku televizorin kur kuptoi se e bia donte të bisedonte. Mami, a pendohesh që më ke rritur të bëj gjithmonë atë që është e drejtë? Pyeti Mirlinda. Teta Sanie e shikoi të bien me habi. Pse do të pendohesha? Sepse ishte e vështirë, u përgjigj Mirlinda. Sepse të bëje gjën e duhur gati na kushtoi gjithçka. Mund të kishte shkuar keq. Mund të ishim lënduar. Nëna i mbajti fytyrën të bijës me të dyja duar. Bi, unë të rrita me vlerat që prindërit e mi më mësuan. Ndershmëri, guxim dhe mshuri. Po, këto vlera ndonjëherë e bëjnë jetën më të vështirë. Do të ishte më e lehtë të ktheje kokën, të heshtje, të mos përfshiheshe. Por cila do të ishte kostoja e kësaj? Të jetoje pa paqe shpirtërore? Të shikoheshe në pasqyrë dhe të mos njihje personin që ishe bërë? Ajo e tërhoqi Mirlindën në një përqafim. Jam krenare për ty çdo ditë. Jo sepse u bëre e famshme apo fitove njohje. Por sepse i qëndrove besnike asaj që je, edhe kur do të ishte më e lehtë të hiqje dorë. Ky është karakteri i vërtet, Bi. Dhe ti e ke me bollë. Mirlinda qau në shpatullën e nënës. Lot lehtësimi, mirënjohjeje, paqeje. Ajo kishte kaluar një sprovë të tmerrshme. Ishte përballur me frikëra që kur nuk e kishte imagjinuar. Por kishte dalë në anën tjetër më e fortë, më e vetëdijshme për vlerën e saj. Vitet në vijim sollën më shumë ndryshime. Mirlinda përfundimisht pranoi një pozicion më të mirë të ofruar nga Altini, jo si një favor, por sepse ai njihte kompetencën dhe besnikërinë e saj. Ajo u bë administratore e shtëpisë, duke menaxhuar punonjës të tjerë, duke organizuar rutinën familjare. Ishte një pozicion me më shumë përgjegjësi, më i paguar, por Mirlinda kur nuk e la këtë ta ndryshonte thelbin e saj. Jona e mbajti premtimin dhe filloi të jepte leksione. Historia e saj, së bashku me atë të Mirlindës, u tregua në shkolla, universitete, kompani. Ato u bën shembuj se të bësh gjën e duhur gjithmonë ja vlen, edhe kur kostoja duket shumë e larë. Zoti Altin kur nuk e harroi atë që Mirlinda kishte bërë për të. Çdo vit, në ditëlindjen e saj, ai bënte çmos të shkruante një letër personale, duke e falënderuar jo vetëm që i kishte shpëtuar jetën dhe reputacionin, por që i kishte mësuar për përulsinë dhe mirënjohjen. Ai kishte mësuar se vlera e një personi nuk qëndron në statusin e tij social apo në llogarinë bankare, por në karakterin e tij. Dhe Mirlinda? Ajo vazhdoi të jetonte jetën e saj me të njëjtin integritet si gjithmonë. U kujdes për nënën deri në ditët e saj të fundit, duke u siguruar që teta Sanie të kishte një pleqëri të rehatshme dhe plot dashuri. Bëri miqësi të vërteta. Frymëzoi njerëz të tjerë të kishin guxim. Dhe sa herë që dikush e pyeste për atë periudhë të trazuar të jetës së saj, ajo përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Unë bëra atë që çdo njeri i ndershëm do të bënte. Pash një padrejtësi dhe nuk munda të heshtja. Po, ishte e frikshme. Po, pati momente kur mendova të hiqja dorë. Por në fund, e vetmja gjë që ka vërtet rëndësi është të mund të flesh i qetë duke ditur se ke bërë gjën e duhur. Dhe ajo paqe nuk ka çmim. Vite më vonë, kur Mirlinda ishte tashmë një grua më e moshuar, u ftua të fliste në një universitet. Leksioni ishte për etikën dhe guximin qytetar. Salla ishte plot me studentë të rinj, të gjithë të etur për të dëgjuar historinë e asaj gruaje që ishte bërë legjendë. Mirlinda u ngjit në skenë me të njëjtën thjeshtësi si gjithmonë. Shikoi ato fytyra të reja dhe ndjeu një përgjegjësi të madhe. Ata ishin e ardhmja. Ata do të ishin njerëzit e ardhshëm që do të përballeshin me zgjedhje të vështira midis të drejtës dhe të përshtatshmes. Ajo tregoi historinë e saj. Nuk la asgjë mangull. Foli për frikën, për kërcënimet, për netët pa gjumë. Por foli edhe për forcën që kishte zbuluar brenda vetes.
për rëndësinë e komunitetit dhe mbështetjes. Se si një person mund të bëjë ndryshim. Në fund, një student i ri ngriti dorën dhe bëri një pyetje. Si e gjetët guximin të vazhdonit kur gjithçka duke e humbur? Mirlinda mendoi për një moment para se të përgjigjej. Nuk e di nëse e gjeta guximin apo ai ishte gjithmonë aty. Mendoj se të gjithë kemi guxim brenda nesh. Sfida është ta aksesojmë atë kur na duhet. Dhe ajo që më ndihmoi ishte të kujtoja se nuk po luftoja vetëm për veten time. Po luftoja për të vërtetën, për drejtësinë, për të gjithë njerëzit që vuajnë në heshtje sepse mendojnë se nuk kanë zë. Kur je duke luftuar për diçka më të madhe se vetja jote, gjen forca që as nuk e dije se i kishe. Leksioni përfundoi me një ovacion në këmbë. Studentët e rrethuan Mirlindën duke i bërë pyetje, duke i kërkuar këshilla, duke e falendëruar për frymëzimin e saj. Dhe ndërsa ajo i përgjigjej secilit me durim dhe dashuri, Mirlinda kuptoi diçka. Historia e saj kishte kapërcyer ngjarjet specifike që e kishin zanafillën. Ishte bërë një simbol shprese se e mira mund të mbizotërojë, se çdo zë ka rëndësi. Atë natë, duke u kthyer në shtëpi me taksin që universiteti i kishte siguruar, Mirlinda shikoi nga dritarja dritat e Tiranës. Qyteti që kishte qenë skena e sprovës së saj më të madhe dhe e triumfit të saj më të madh. Dhe ajo buzëqeshi. Sepse e dinte se, në fund të fundit, kishte jetuar një jetë me kuptim. Një jetë ku zgjedhjet e saj kishin pasur rëndësi. Një jetë ku ajo kishte bërë ndryshim. Dhe kjo, mendoi ajo, ishte fitoria e vërtetë. Jo fama, jo njoja, por siguria e thellë se kur të vinte radha e saj të largohej, ajo mund të shikonte pas pa pendime, duke ditur se u kishte qëndruar besnike vlerave të saj, se kishte luftuar për atë që ishte e drejtë. Dhe se e kishte lënë botën pak më mirë se sa kur erdhi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Mirlindës dhe Zotit Altin t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me guximin e kësaj gruaje të thjeshtë që u përball me gjigantët, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë udhëtim të drejtësisë dhe transformimit. A do të kishit pasur të njëjtin guxim si Mirlinda? A keni kaluar ndonjëherë ndonjë situatë ku ju është dashur të zgjidhni midis të drejtës dhe të përshtatshmes? Ndani historinë tuaj me ne. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na bëjnë të reflektojmë mbi vlerat tona. Ju presim në episodin e ardhshëm me më shumë emocion, më shumë dramë dhe më shumë mësime për forcën e shpirtit njerëzor.